Këtë të martë nisi ndërhyrja si pjesë e masave në kuadër të sezonit turistik për të përmirësuar cilësinë e furnizimit me ujë të qytetit të Vlorës. Ashtu si kundër me erët kishte njoftuar ndërmarrja e ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë për të rritur cilësinë e shërbimit, këtë të martë dhe të mërkur do të realizohet në 2 ditë. Ndërhyrja e parashikuar për të mundësuar kështu zbatimin e planit të masave për të bërë të mundur një investim që do t'i shërbejë sezonit turistik. Specialist të ndërmarrjes ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, si dhe drejtues teknik të kësaj ndërmarrje, u angazhuan për të ndjekur dhe drejtuar këtë aksion dhe ndërhyrje të rëndësishme për të mundësuar rritjen e cilësisë së shërbimit të furnizimit me ujë të qytetit, kryesisht gjatë sezonit turistik. Pamjet që po ndiqnin në ekran u filmuar gjatë paradites nga televizioni 6+1 Vlora dhe sillin momente nga puna e realizuar. Pikërisht për shkak të kësaj ndërhyrje, këtë të martë, por edhe të mërkurën, qyteti i Vlorës do të ketë kufizime në drejtim të furnizimit me ujë, ndërsa ndërhyrja po realizohet në linjën kryesore të furnizimit të qytetit. Në rast se gjatë kësaj periudhe qytetarët do të kenë probleme, do të kenë nevojë për asistencën e grupeve të ndërmarrjes ujësjellës kanalizime, ato do të jenë në terren për të ofruar shërbimin ndaj qytetarëve. Ndërmarrja ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë kërkon mirëkuptimin e qytetarëve, duke theksuar se kjo ndërhyrje është mjaft e domosdoshme, pasi do të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e shërbimit të furnizimit me ujë të Vlorës, kryesisht gjatë muajve të sezonit turistik.